Jo për gjë, po ishte momenti e thash sa të largohem me shpejtësi mbrapa, se do hymë transmetim. Shijoje. Pse? Kur njerëzit duhet ta dinë që ne e pim një sekafredo dhe bëjmë gëzuar me të gjithë. Patjetër. Vazhdo dashur. Të bëj mirë, të bëj. Faleminderit. Tani do flasim për nga ato tema që në fakt ne gjejmë veten sigurisht sepse na ndodh që kur kemi një situatë të caktuar. Qoftë kjo lumturi, sepse kemi pse e marrim siç e nisëm emisionin, kur kemi fatkesi, kur kemi lajme të këqija, edhe kur kemi ndonjë lajm të bukur, do që të bëjmë telefonata, po kush është telefonata e parë? Kë marrim ne? Dhe përse marrim pikërisht atë person, pra I besojmë, apo duam të ndajmë përgjegjësi? Edhe emocionet apo duam të bëjmë zilin në njerë, se më ta marrësh dhe të parë në të personit të thuash, e kuptom që më dojnë Varet, se mund të bësh edhe gropën duke marrë. Tjetë më abet e I pësaj, të lullë. Mirë mëngjes, Juli Ristani, mirë se erdhe. Pra do t'i bëjmë, ndoshta mund të ndodhi, që varet nga lajmi. Mirë se u gjeta. Mirë se erdhe. Kënaqësi tani së ditën me ju. Faleminderit shumë. Faleminderit ju për energjinë. Tani po thoshit për telefonin. Ty të ndodh ti telefonosh dikujt të kesh vetëm një, për shembull, që për mirë për keq zgjedh ta telefonosh vetëm atë. Patjetër. Kush është? Që për gjatë fëmijërisë, për gjatë adoleshencës, edhe gjatë periudhës kur ne rritemi, krijojmë familjet tona, plotësojmë atë staturën tonë profesionale, familjare, personale gjithashtu. Njeriu ka gjithmonë një njeri të besuar, që thotë që këtë gëzim, këtë hidhërim do ta ndaj me këtë njeri. Dhe unë them se, duke qenë se ima parashtruat pyetjen përmes gazetares tuaj Adës së dashur, kur më bët ftesën, cili është personi me cilin ndani gjën për mirë apo për keq? Nëna, babaj, motra, vllai, shoku, shoqja. Unë mendoj që nuk ka të thot statusi I personit. Është nëna, babaj, motra, gjyshja, me këtë partnerja se varet. Nuk ka të thot statusi I personit. Kjo ka të bëj me atë se sa komoditeti krijon ti njeriu që konfidohet e ty. Shumë e drejtë. Sa ja ruan ti atë sekretin. Sa rezonon ti me atë. Që do të thot, kur ai të kumton diçka të lumtur, sa të gëzon edhe ty shpirti bashkë me atë. Shumë e vërtet. Ose kur I kumton diçka që të peshon, diçka që të mundon, sa bashkohet ai me gjendjen tënde. Pra, futet në gjendjen tënde dhe sigurisht duke dhënë mendime objektive, të kuptojmë, sepse ai është njeriu me atë mendjen e kthjellët, që të jep ty pastaj një mendim se si të dalësh nga ky labirint ku ti e gjendur. Pra, unë them se sa I beson ti atij njeriu dhe sa nuk e paragjykon ti atë. Ke pasur në jetën tënde ndonjë telefonat që nuk do e kurrë ta kishe marrë? Kam patur, sigurisht, si të gjithë neve. Po puna është që unë I mbivendos atë mendimin që jeta kjo është, do të vi me rrokullimat e saj, do me thënë për mirë apo për keq, do marrësh edhe telefonata të tilla. Po do bësh? Ti mbledh veten që të marrësh atë pozicionin, pra, ti ruash sekretin atij personi që po ta ndan vetëm me ty këtë gjë, por njëkohësisht edhe duke dhënë mendim që si do të veproje ti vet. Pra, të bëje më të mirën në mënyrë që të maksimalizoje atë zgjidhje në ato momente, duke u bërë dy mendje bashkë. Pra, po thosha edhe këtë që sa nuk e paragjykon ti personin. Se në qoftë se ti fillon që të ndash me atë, unë kam një hall kështu, apo kështu më ndodhi me këtë familjar, apo me këtë koleg, apo me këtë mik apo shok, ti do doje që të nxirrje një herë atë helmin tënd, atë sikletin tënd fillimisht. Nuk do doje që të ndërpritesh e jo, po pse nuk I the kështu ti? Po ti duhet veproje kështu. Dikë vetëm të dëgjojë pra. Nësa unë do t'isha, do kisha bërë kështu. Jo, të të japi mendim. Që ajo është situata, ajo është bërë, gjithçka ka ndodhur dhe ti je para kësaj gjëje. Atëherë si ta zgjidhim këtë gjën? Mos u bëj paragjykus, sepse kjo pastaj çon edhe në ato barrierat që shikojmë. Fëmia, adoleshenti veçanërisht, që ka shumë të nevojshme që të konfidohet, që të rrëfehet
tek nëna babai fillimisht, që janë dy personat e vetëm, siç na ka treguar jeta, që nuk të paragjykojnë, mundohen që ta zgjidhin me gjithë shpirt, përfshihen me gjithë shpirt në zgjidhjen. Pra po thua Juli, paragjykimi mund të stopojë për ta bërë të një telefonat të radhës ose një bisedë. Paragjykimi, nëse ti e ndjen që ai do ta përdori nesër këtë gjë. Atëherë ti stopohesh edhe thua jo, më mirë po e ha me veten këtë problem se sa të. Pra, këtë do thosha unë, se doja të ndalesha pak te pjesa e prindërve me fëmijët. Do ta lokalizojmë edhe bisedën, po sa ti themi mirëmëngjes edhe Rezart Dajt. Mirëmëngjes Rezart. Mirëmëngjes Rezart. Mirëmëngjes Kraci. E kemi nisur bisedën me telefonatën. Për ty, a është shumë e rëndësishme të jetë vetëm një person dikush për të ndarë lajmin e mirë ose lajmin e keq? Po zakonisht ne kemi disa persona që mund të besojnë për lajmin e mirë, disa që mund të besojnë për lajmin e keq, po megjithatë, siç u diskutua, nuk është tipikisht një person i veçantë, është personi që të bën të ndihesh fiks i lumtur për arritjet e tua, ose është personi të cilët duhet i drejtohesh për një lajm të keq, duke shpresuar. Kush është personi që i drejtohesh për lajm të keq? Ti japësh të durosh, t'ja japësh personalisht dhe ndoshta jo përmes telefonit kur është e mundur dhe kur si në distanca të largta, në momentet kur jeni në distanca të afërta, ndonjëherë jo vetëm telefonata, po edhe përballja direkte është e mirë. Për lajmin e gëzuar ndonjëherë nuk pret edhe direkt në një telefonat personit më dashur, ose atij personi që e din që do gëzohet po aq shumë sa ty apo më herë më shumë se ti. Varet sipas se mund të zgjedhësh edhe gruan, ore, t'ia thuash gruas edhe të mirat edhe të këqijat. Po këtë po them unë, varet sipas situatës. Nëse është një projekt që ndikon familjen time të vogël dhe aq më tepër është një projekt që kemi luftuar aq shumë me bashkëshorten time, gjëja e parë bashkëshortes. Nëse është një projekt i familjes të madhe apo një situatë që përket familjes të madhe, prindërve, vllajt, motrës, pra varet nga situata. Nuk është se njeriu ka dikë që merr për çdo gjë. Patjetër njeriu që ndan më tepër shqetësime të përditshme është bashkëshortja. Varësi pastaj atë situatës. Unë kam dy raste që edhe për sukseset e karrierës, po edhe për disa gjëra, duke qenë se punojmë bashkë, shpesh ndaj me bashkëshorten. Por nëse është diçka familjare më e madhe, patjetër me familjen. Telefonata e fundit që mban mend ti, Rezart, që ke pasur një lajm shumë të mirë, ose mbas edhe një lajm shumë të keq, po pra një telefonatë e rëndësishme e kohëve të fundit dhe kush ishte ai person? Telefonata e fundit ishte jo më larg se punë 2-3 javësh me bashkëshorten time. Kishim arrit një ndër pikat më të mëdha të suksesit të 5 viteve të fundit dhe patjetër që kishim punuar të dy për atë gjë. Dhe ishte patjetër te bashkëshortja që ja arritëm e u finalizua kjo gjë edhe u bë zyrtare. Shkryr Zotit, akoma si e përballur me telefonata këqija, por ajo është të përballemi me gjitha. Patjetër, edhe se nisëm edhe me Julin duke diskutuar. Ka një gjë që personalisht e shikoj. Duke sikur me ndryshimin edhe me kalimin e viteve, njeriu ka një lloj predispozite për të mos e ngarkuar prindin. Mendoj unë. Pra, nëse ka një shqetësim dhe duhet ta ndajë ta bëja të telefonatën, thotë, më mirë po e mbaj, po ja them dikujt tjetër, po e ndaj me tim shoq ose me partnerin ose me një koleg, se sa t'ja them prindit. Dhe ky raporti duket sikur ndryshon me vite, por do t'japim datë mesazhin që sa jemi fëmijë, adoleshent dhe në rritje, do t'ja themi prindit, le ta shqetësojmë prindin në atë periudhë kohe. Po kur rritesh ndryshoka. Kur rritesh ndryshon se bëhesh prind dhe vet. Ja ta gjem Julin vetëm pak. Edhe bëhesh prind vet dhe sigurisht e vendos e gjykon nga një prizëm tjetër gjën. Por po thosha e nisa pak para se të lidhesh me Rezin që prindi duhet nëna, babai, ose të kombinuar bashk, duhet i lën hapësirën, terrenin fëmijës, që të vi dhe të konfidohet, të zbrazet kur vjen nga shkolla, ti kushtojnë atë kohën e tyre, ta lën të flas, të zbrazet, se psikologu në vetvete çfarë është? Nuk të vjen psikologu me stetoskop edhe të shikon organet, apo jo. Të ul aty, të shikon, apo të dëgjon më sakt, dhe ti fillon dhe zbraz çfarë ke për të thënë. Ato gjëra që të mundojnë. Keni vënë ju që ka shumë njerëz që flasin me vete në rrugë,
se ata po ndërtojnë një bisedë ndërkohë që ato çfarë nuk ja thash apo çfarë nuk më tha. Janë gjitha ato Kështu që ka nevojë të flasë njeriu dhe rrjedhimi psikologu këtë bën. Këtë duhet bëj dhe prindi. Jo sa të vinë në shtëpi të rrëmbejnë celularët gjithë e të futen secili në përcepat e tij, pa i dhënë atë kohën cilësore. Kur them kohë cilësore, prindi mund të jetë edhe duke gatuar diçka. Unë të paktën nga përvoja ime, vija e lodhur nga investigimi, që është një formë gazetarie shumë e vështirë. Ama mundohesha e kisha prioritet që të gjeja kohën për të kontrolluar fëmijët, për të dëgjuar fëmijët, si e kishin kaluar ditën e tyre. Ka ndryshuar ky raport tani, është bërë më i ftohtë ky ndryshim? Po më i ftohtë është bërë. Më i ftohtë është bërë, e para njëherë për shkak të teknologjisë. Ku prindit janë akoma më në garë se sa adoleshentët apo fëmijët që të atashohen me pajisjet elektronike. Duke lënë këtë kalon një ditë, kalon 2 ditë, ai shikon që këtu ka një barrierë. Këtu është një vesh që është i mbuluar, nuk po më dëgjon. Prindi ka vënë kufjet në formë, domethënë metaforike, ka vënë kufjet për vete dhe nuk po të dëgjon. E qartë. Se çfarë po të mundon ty në gjën tënde. E vërtet, pra. A të marrin ty fëmijët për shembull a jeti telefonata e parë e fëmijëve tu? Jo domosdoshmërisht për gjithçka. E mendon? Tani që po i bëni të pyetjen në Rezit dhe parashtruat dhe pyetjen që pse nuk i mundojmë më prindrit pastaj. Nuk i mundon më prindrit. Prindrit pastaj kalon një moshë që ti përpiqesh t'u japësh vetëm lajmet e mira. Pikërisht. Dhe ja kursen ato lajme që nuk po shkojnë, ato gjëra që po ngecin jetën tënde, me bashkëshortin tënd, familjen tënde, nuk e pse ua jep dhe atyre. Ata janë të hetur vetëm të dëgjojnë pastaj lajme të mira. E drejtë. Po, të dëgjojnë vetëm që. Telefonatën e fundit që kam bërë për shembull ishte me prindit. Ndava një lajm të gëzuar për sa i përket nisjes së një pune të re për shembull. Doja ta ndaja me ata sepse ishin ata që ishin më të shqetësuar në këtë gjë. Okej. E kupton dhe doja të qetësoja ata fillimisht. Sigurisht bashkëshortit pasaj. Po, si normale, sepse ai është më në brëndësi. Ashtu siç lajmërova të parin bashkëshortin kur i thash ta kam me djalin në Gjermani tani për punë vize, nuk po avancon dot në Amerikë se me këtë bëja këtë. E qartë. Patjetër, pra bashkëshortin do marrë ashtu. Si të bëhemi dy veta tani dhe të zgjidhim këtë situatë, se u ndodhën para kësaj situate. Pra ka dinamika të ndryshme, nuk i konfidohesh dot të një problem parash për sepse ti e ndjen pra e projekton dhe paraprakisht që do të ndaj unë këtë problem për shumë me shoqen e ngushtë. Pa nuk ma ka ndjekur gjithë dinamikën mua. Pikërisht, se këtë do thoja, pra, se edhe në rastin e prindërve, ti zgjedh si thuashin lajm të mirë sepse nuk i ke treguar detaje se sa situate persifikuar ka qenë ajo më përpara. Pastaj, domethënë pasi tregon këtë lajmin e madh, fillon dhe rrëfen që çfarë vështirësish kishe kaluar ti, por ja kursen. Për shembull kam patur, dua të citoj këtu sjell një rastin e një shoqe sime, e cila kishte 6 muaj pa punë, nuk i tregoja tha. Bëja sikur dilja tha nga shtëpia, rria te lokali i lagjes, vetëm që të mos i shqetësoj. Ai jeton me prindrit. Kupton? Nuk ka familjen e saj që ta ndante këtë breng që kishte, domethënë. Vetëm për mos i shqetësuar prindrit. Vetëm që ata mos merrin vesh që unë nuk përditshmëria ime ndryshoj. E qartë. Pra, imagjino, ajo e mban gjithë sakrificën edhe gjithë stresin për vete, vetëm që mos i tregoj dhe mos ngarkoj. Patjetër, sigurisht, ajo konfidoj me shoqe, por ata nuk donte t'i lëndonte. Pra, zgjidhte njerëz të tjerë dhe ata t'i kursente nga këto ndjesi apo nga këto shqetësime. Ndërkohë, Rezart, në këtë vash që është Juli tashmë, a ke ti ndonjë lajm të cilin ja ke thënë shumë më vonë prindërve të tu, mbase një lajm i cili mund të ketë qenë i trisht ose një punë që mund të ketë shkuar keq për ty mbase, edhe që ata e kanë marrë vesh goxha më vonë? Ose që se kam thënë fare. Ose që se ke thënë fare, po. Vlen dhe kjo. Patjetër që ka gjëra që në aktivitetin tonë përditshëm, dinamikën tonë të pafundme, me sfida dhe me shumë elemente të cilat janë vështirësisht të shpjegueshëm dhe vështirësisht ndoshta edhe të kuptueshëm për një moshë të tretë, shpesh nuk i ndan disa gjëra dhe t'i ndan vetëm sukseset. Sfidat zakonisht i ndan me bashkëshorten, ndonjëherë edhe me ndonjë shok të ngushtë nëse ke. Pjesën tjetër me të pjesa e sfidave nuk shkon gjithandej duke e hedhat fjalmin e vështirësive kudo që ulesh, sepse në mos nuk do të kuptojnë
do të paragjikohen ose edhe do të gëzohen. Kështu që ti ato sfidat shpesh i marrin për vete dhe pjesën e mirë ti të paktën me gjëja kryesore me prindrit sepse janë në atë fazën sidomos në një moshë të tretë ku kanë pa mundësi të shpesht për të ndihmuar, po dëshirë për të dëgjuar sa më shumë mirë për ty. E vërtetë është. Dhe në fakt ne kemi bërë të mundur që të pyesim disa qytetarë, Adelina Onuzi, gazetarja ka dalë në terren dhe ka pyetur se cila është telefonata e tyre, ti dim edhe çfarë mendimesh kanë ata dhe kthehemi. Le ti dëgjojmë. Kur keni një problem, kë merrni në telefon, kujt i shpreheni? Ti me shoqë, zemra ime, shpirti im. Sa i thoni kur e merrni në telefon? Të dua fort, të kam gjatë, të kam shpirt. Sa e mirë je, shumë mirë e ti. S'kam probleme. Merrni të parën. Sa ju thot gruaja kur... Të dua. Kjo është arsyeja më e bukur. Po tjetër do marr urgjencën që. Po për shembull një familjar, kur i merr ato? Po e kemi formimin e tillë që nuk i shqetësojmë fare familjarët. E janë të ndame gjatë. Pagojmë sigurime shoqërore, shqyrë zotit urgjenca, vjen tani urgjenca, vjen shpejt, vjen për njerë. Vesh me familje, mas tjetër. Me kë specifikisht nga familja më parë? Me gruan, ata kemi ministrin e mërshëm, me gruan. Ajo i zgjidh hallet? Ajo, pa tjetër. Babajnë më përpara, sa e shkërësori. Ka ndonjë rast për shembull që ke pasur ndonjë probleme dhe të zgjidhur? Tash jo, si kam, deri tani nuk kam sjell probleme familjes. Ma vonë se dim çfarë ndodh për jetën. Nga bashortja deri te nipi i fundit ose mbese fundit. Po nisni me bashortën ama that. Ka pasur ndonjë rast për shembull që keni pasur një problem dhe është lehtësuar vetëm që ja keni thënë bashortës? Nuk kam pasur asnjë probleme, kemi kaluar në mënyrë të përsosur. Si shok, jo si bashort, po si shok. Më shumë shok. Të kenë mirë kuptim, shiko. Veshja e burrit është pasqyra e gruas. Dhe pasqyra e gruas është burri, me fjalë në kuptimin e sjelljes e etikës së gjitha. Ja një zotëri që e ka kuptuar çelësin e suksesit. Flit mirë për gruan, si kundër edhe një pjesë e madhe e zotrinëve tjerë që thonin po. Flit mirë për gruan e në rregull. Juli, shikon kot na parajgjikojmë. Prap ne i marrim të gjitha peshën përsipër. Një zotëri ishte shumë e veçantë, se tha, nëse kam hall të marr urgjencën direkt, s'kam pse të marr familjar. Po. Dhe ka të drejtë. Pa tjetër, se ka hallë dhe hallë. Do me thënë po flasim për ato brengat që torturojnë. Brengat shpirtërore, ndërkohë zotëria mund të ketë pasur shqetësim. Po shumë të drejtë kishte. Ka shumë të drejtë. Jo, di që shumë njerëz po flasin me ChatGPT-n apo se di? Po. Alo, thotë ai, kam një shqetësim, ka ndodhur kështu, thotë, çfarë të bëj? E vërtet. Pra, konfidojnë me ChatGPT-n që t'i japi një. Mund të jetë edhe ai telefonata e fundit. Pastaj Bora dhe Rej, se ndërkohë që po dëgjonim intervistat e Maranga Ada në terren, po pse pak histori të patreguara e bëma, e ngjarje, e sfida, rrëzime kam patur emigrantët tanë. Dakord? Ata që kanë ikur veçanërisht në vitet 90, që kur të t'i tregojnë tani, të duket sikur po sajonin voza si gomone, që thonë sot miliardat të më jepja, unë nuk jepja më. Ose të regonin për shembull me kushërirat e mia në Itali, bënim një udhëtim për Rom si turiste. Dhe ato kanë një jetë që jetojnë pranë Itali. Dhe të regonin, më bënde përshtypje gjatë udhëtimit, thoshin, dhe te ky fshati këtu kemi jetuar, po dhe këtu kemi punuar, edhe këtu ishim tek ajo shtëpia që na pikonte, po edhe këtu ishte ai zotëria që na e fali, na mbajti, na ndihmoi ca kohë. Pra, kuri sa shumë na kanë kursyer ne ata. Edhe s'kam pasur edhe se si të komunikojnë edhe nuk flisin. Alo, si jemi shumë mirë. Jemi shumë mirë, në ato pak, si e kanë bërë ata, me kë e ndanë ato brengën e shpirtit, me kë i kanë qarë ato halle. O, ku merrni një lek bord, sa të mendoja kur isha në Greqi tani, thosha, ku shkonin këta më vlla, ku drejtoheshin për një hall kur i binte? Në një vend të panjohur, që s'di as gjuhën. E kupton sa shumë kursejnë, do me thënë, na kanë kursyer në kuptimin që nuk na ngarkojnë
me hallet e tyre, me problemet e tyre. Po, shumë e vërtet. Dhe pastaj ne zgjedhim si qenie njerëzore, si unë të thash edhe pak përpara, duke sikur jemi të projektuar të tillë. Pra, themi, nëse njerëzve tanë të zemrës kemi diçka të bukur për t'i thënë, mos i themi atë të keqen. Pra, mos ja ndajmë atë përjetimin, le ta vuajmë për brenda dhe për veten tonë. Por kjo vjen me kohën dhe unë do doja shumë që të vinte me kohën kur të ndodhet në një moshë të pjekur, pra kur ne t'i kuptojmë ata, por jo në një moshë është delikate që ti e theksove dhe shumë e drejta është te kur je fëmijë dhe kur je adoleshent, atëherë kur ke nevojë të pafundme për prindin dhe për komunikimin. Jashtëzakonisht, dhe prindi vetë ka të qartë që duhet të bëj psikologun atë moshë. Por që ka ndryshuar dhe unë shpresoj për shembull se kemi pasur Rezartin herën e fundit të ftuar me vajzën e tij që është fantastike. Zbesoj se për shembull në një moment do të vinte ta mendoje që ajo do ta ndante lajmin më me ty. Unë them në fazën e parë të rritjes është pak edhe aftësi e prindit që ta bëjë të komunikojë, të paktën të mundohet. Pra ato pyetjet e përditshme mos jetë thjesht sa hëngre në drek ose a bëre detyrat, po e herë edhe si u ndjeve, sa kishte një gjë që të bëri të lumtur, gjëra që t'i bëjnë fëmijët për të folur për ndjesitë, dhe jo vetëm kur vjen nga shkolla, por edhe para se më fjet gjumë. Ajo nxitje për të shpreh dhe për ta bërë për të kuptuar dhe, siç e tha edhe Juli, shumë e rëndësishme është mos paragjykimi në momentin që tregon diçka, sepse nëse ti reagon në mënyrë shumë të ashpër, patjetër njerëzit kufizohen ose reagon duke e gjykuar dhe duke i dhënë duke penalizuar për veprimin e saj në momentin që aja ka tregu. Patjetër që ti do bash një qëndrim, sepse nuk mund të jetë çdo veprim i lejueshëm apo normal. Por të paktën në momentin kur unë me vajzën time për shembull them, në momentin kur ma tregon diçka, gjysma e peshës së fajit ka ikur. Dhe kur tregon diçka, dy fishohet. Po, kur je larg familjes siç je në këtë rast, kë merr në telefon? Kujt i ke thënë mirëmëngjes sot? Të parës. Mirëmëngjes që kam thënë gruas me cilën kam ardhur në udhtim, ndërkohë direkt fëmijët morën telefon para se të niseshin në shkollë. Kështu që gjëja e parë në telefonat kanë qenë fëmijët. Ndërkohë ti Juli? Unë ju thash juve mirëmëngjes të parë. Se nga që na quat shpejt për të qenë këtu të pranishëm, kështu që u quam shpejt biles pa bërë zhurmë që të kryerim ato gjërat ditë e tjera telefon, po përveç familjarëve që i thua fizikisht, pra e kanë fjalën. Po prindrit, fëmijët, se ndjen një moment që të merr malli për të dëgjuar zërin, edhe kot, çfarë po bën? Për shembull, mbarove mësimin, mbarove leksionin, bashkëshortin, çfarë duke bër? Kot. Po thosha për të kapem pak tek ajo e Rezit, me cilin jam plotësisht dakord, që thotë që gjysma e fajit kur pasi e dëgjon prindin, dua të ndalem pak specifikisht unë te kjo pjesë, se shikoj që ka çalesa të mëdha. Tek pjesa që kur të konfidohet fëmia, aty fillon përpëlitesh ti, por ti ke artin që mos ta shprehësh këtë gjë. Atëherë ti do fillosh dhe do t'i japësh mësime në lidhje me këtë situatë që sapo ai të tha, në momentin që gjërat do qetësohen dhe ti do nuhatësh që ai është i qetë tani për të marrë një mësim nga ty. Pra, në qoftë se dikush të bie në qafë, apo të fillosh që ta zbërthesh atë situatë nga vash a vash, patjetër, pra, lëre, dëgjoje, mbaroj, dhe në një moment tjetër kur ta shikosh që është në gjendje për të marrë, për të thithur ca mësime, qoftë edhe edukate, mënyrën se si duhet komportohet, edhe në atë situatë të ngjashme që i kanë ngjarë për shembull me shokun, shoqen të dashur, mësuesen, mbrojtjen e shkollës. Ti do fillosh dhe do t'ja zbërthesh situatën duke i dhënë shembuj se si mund të zgjidhet kjo. Në mënyrë që situata të kthehet në një mësim. Pra që fëmia mos ketë një barrierë me ty, se është kjo është shumë problematike më pas, nëse ka një barrierë me prindin. Nëse thamë që ti fillon ja përdor. Atë nuk arrin dot që ta kaloj. Po se kshu je ti se ti për shembull kur bëre debat me shoqen tënd, aty e humbe. Nuk ajo fillon bën një ai ose ajo fëmia fillon bën një hap pas. Po. Pra, ne kemi nevojë, nëse bëjmë atë telefonatën ose atë bisedën, kemi nevojë në rast të parë për njëri që të na dëgjojë. Nuk kemi nevojë për një kritikues edhe për njëri që të jetë aty me çekiçin te koka që po ti nëse s'do ta kishe thënë këtë, nuk do kishte me çekiç dhe me celular, Bora. Sepse studimet e fundit thonë që kur je në bashkëbisedim
me një person, hiqe telefonin. Hiqe se kryon efektin psikologjik njerë, të kryon efektin që ti nuk ke me mua tani. Ti ke mendjen aty. Pra, në qoftë se ti e na shikimin duke mbajtur në dorë, ti nuk ke me mua në atë gjë. Kështu që e para njerë hiqe telefoni, e dëgjoj atë njeriu se çfarë po të thotë. Shumë e drejtë. Ja thua njerëzve këtë për shembull në jetën e përditshme? Si ja them? E ke ndaluar në një. Ja thua dikujt në momentin që e prek telefonin që... Vetëm të afër, të familjar, vetëm mi. Pra, to po flasë. Kur jemi në tavolinë përbashkët, i them, jeni shumë mos respektues, i them, që po shikoni celularët gjithë. Sigurisht, ka një moment pastaj që të gjithë ulim kokat dhe përditësohemi, se mund na kenë shkruar, mund të ketë rënë në zjarra ndaj për shembull. Mund të jetë bërë nami aty. Ti vazhdon me mos respektin. Më bënte përshtypje në Gjermani, gjatë kohës së pushimit, në një seminar rria kastile në shesh dhe shikoja komportimin e njerëzve. Dhe atë u them mikëve, tha, në Gjermani, themu, nuk bisedojnë, kur bisedojnë tavolin, nuk e mbajnë celularin. Më të bënde shumë përshtypje, të gjithë të përqendruar në bisedën. Pra miq, shok, të ullur në ato stolat e mëdhenj, ato pjacat e mëdhaja, dhe me birën, me ato vurcelat, dhe duke konsumuar bised me njëri tjetrin, dhe bised të shëndetshme, thelbësore. Këtu është ajo që po pse unë s'digjoj? Po, s'dëgjoj, vazhdo folmi do me thënë. Po pse duhet të të shoh patjetër? Kontakti me sy është jashtëzakonshëm. Ti duhet më shikosh në sy që të më përthithësh. Absolutisht. Çfarë do lloj gjëje, edhe ato lëvizjet e vogla të më kapësh hallin. Dhe më ka pëlqyer shumë një shprehje që thoshte që miku i mirë nuk është ai që hidhërohet kur ti ke hidhërim, sepse në pjesën më të madhe thoshte njerëzit shikojnë te hidhërimi, te ngjarja jote shikojnë hallet e tyre, hidhërimet e tyre. Miku i mirë është ai që i gëzon zemra, që i gëzon shpirti bashkë me ty për arritjet e tua, për gëzimet e tua të mëdha në jetë. Që si duket sa vjen edhe venitet kjo gjë. Po. E vërtet. Rez diçka të fundit po të lutem. Po, jo, në fakt më e vështirë është të gëzosh për dikën se sa të hidhërosh për dikën. Se ti mund të vi keq edhe për dikën që s'njeh, po nuk gëzosh për dikën që s'njeh. Kështu që është shumë e vërtetë edhe kjo. Dhe në raport edhe me celularin është shumë e thjeshtë në tavolinë, ka një teknikë shumë thjeshtë në momentin që dikush përdor celularin ndërkohë që ti je duke biseduar, ti ndalon bisedën dhe i thua s'ka problem, marro me telefonatën, pastaj do vazhdojmë bisedën. Edhe zakonisht njerëzit më kenë në të njëjtën linjë. Shumë bukur, edhe më pas ajo biseda vazhdon të ndërprerë për një kohë gjatë. Të përshëndesim Rez, të presim në studio herë tjetër. Faleminderit Rez, gjithë mirat. Gjithë mirat. Juli si gjithmonë shumë kënaqësi. Edhe sjell një energji ndryshe ti kur vjen këtu, siç na jep një lloj kështu energjie siç e ke ti atë vulkanin tonë. Po, faleminderit me ta dini. Dhe ka shumë rëndësi dhe unë bashkohem totalisht me ty, kontakti në sy. Unë kam kaq fiksim personalisht që edhe me të ftuarit në studio ta kem këtë kontaktin në sy. Pra, nëse aty jashtë mund të ketë njerëz që patërpërsisht, domethënë mund ta zgjedhin të ulin kokën, jo në telefon domosdoshmërisht, pra mund të ulin kokën edhe duke e parë rreth e përqark, por njeriu shikohet në sy për të parë botën e tij të brendshme. Dhe kur kemi njerëz të ftuar kështu si puna jote që të shikojnë në sy dhe të thonë atë emocione dhe unë ndjej dhe emocionin dhe vibrimin tënd, është kaq shumë e bukur. Faleminderit shumë. Edhe ritakimet me ty janë shumë të bukura. Kënaqësi. Faleminderit. Që u takuam edhe bashkë Bora, patjetër. Do ta vish edhe rësi dhe se kemi këtë temë. Të presim jo për telefonatën e parë, po për mëngjesin e parë. Tani, shumë e rëndësishme të thotë dikush me pozitivitet mirëmëngjes, për shembull, dhe paç një ditë sa më të bukur. Patjetër, mirëmëngjes dhe i buzëqeshur. Ja, këtë kemi mision të përditshëm ne që ja themi. Atëherë, na mbaj regjia në plan të madh tani. Na mbaj regjia në plan të madh dhe ti themi të gjithëve mirëmëngjes, paçi ditë të mbar. Paçi ditë të mbar. Shumë energji të mirë. Reklama pas pak.